Se votimi i fshalt, zoti Muja? Në bazë të 167 kushtetutës, parashit konstruimi seanca konstruive, ku do të zgjedhet kryetari dhe nënkryetarit e subjekteve politike, në kryetarët e kuvendit, në këtë rast sipas kushtetutës, e drejta e propozimit të kryetarit takon subjektit që ka fituar, ndërkohë që subjektit të dytë dhe të tretë ju takojnë dy nënkryetarë, do të thotë edhe ata do të hedhin në votim, të votojnë në seancën konstituive, e cila ende nuk është votu e nuk ka përfundu. Pa këtë, nuk do të konstituohet kuvendi. Tash, në fillim patumat blokadën që bëri opozita saj për këtë mandateve. U te kalua ishte një logjik blokuse dhe pastaj pat një konsultim me presidentën, se i kujtohet presidentja e vendit me të drejtë, tha që ju takon deputetëve që gjejnë forma që dalin nga blokimi edhe normat kushtetuese duhet të interpretohen në atë mënyrë që e lehtësojnë konstituimin e kuvendit. Ne kemi hedhur në votim, e kemi shfrytzuar drejtën tonë si subjekt politik për ta propozu kandidatin tonë për kryetar dhe i kemi kërku subjekteve tjera që edhe ata ta shfrytëzojnë drejtën e propozimit të nënkryetarëve, mbi parimin e njëjtë, do thotë ne do e propozojmë ashtu siç na ka ofruar gjykata kushtetuese dhe Kushtetuta e Kosovës, edhe ju propozoni nënkryetarët dhe pastaj t'i hedhim në votim dhe t'ecim tutje. Ka pas votime, jëm bo ftesa për konsultime me subjektet politike në përpjekje për ta konstituuar kuvendin. Kryeministri Kurti ju ka shkruar letra në fazat të ndryshme edhe LDK-s edhe PDK-s që të bën përpjekje ose konsultime për të konstituuar kuvendin. Dhe gjykata kushtetuese në aktgjykimin e saj thotë që po i përmbledhin një 2-3 që do të gjykata rithekson se zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe deputetëve është parakusht që kuvendit të fillojë të funksionojë si organ legjislativ. Pastaj, për më tepër thotë gjykata rikujton se votimi mund të bëhet në mënyra të ndryshme duke votuar për, kundër ose duke abstenuar, me votim të hapur ose të fshehtë. Gjykata konsideron se mënyrat e ndryshme të votimit kam për qëllim që të sigurojnë shprehjen demokratike dhe të pavarur të vullnetit të deputetëve. Për të përfunduar në dy mesazhe tjera, është e drejtë dhe detyrë e gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të gjejnë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarit e kuvendit në pajtim me dispozitat kushtetuese. Pastaj, thotë, në konstituimin e kuvendit, duhet të jenë të pranishëm të gjithë deputetët dhe të votojnë si të dëshirojnë, por në mënyrë të hapur ose të fshehtë, të votojnë për, kundër ose të abstenojnë dhe nuk mund të lirohen nga veprorit kështu. Pra, konform këtij aktgjykimi të detajshëm, ne i kemi ju bëm thirrje të gjithë deputetëve që të votojnë dhe të votojnë me qenë se votimi i hapur është provu, votojmë sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Se votimi i fshehtë, zoti Muja, sepse është vullneti në përpjekjen e 9 për konstituar kuvendin. Kështu thot aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, në përpjekje për të shprehur vullnetin e lirë të deputetëve për konstituimin të kuvendit, të shkojmë, kështu po thuhet, domethënë sepse ne na kërkohet që të bëjmë zgjedhje dhe zgjedhja jon ishte që fillimisht të ftohen për konsultim të gjithë kryetarët e partive dhe kjo po hapim shtigje të reja në mënyrë që të konstituohet kuvendi.